Pentagoni i ka paraqitur Shtëpisë së Bardhë disa opsione për zhvillimin e kupolës së ardhë. Ky është vizioni i presidentit Donald Trump për një mbrojtje raketore të teknologjisë së fundit që mund të mbrojë SBA-n nga sulme me rrezet të gjatë veprimi, që ka të ngjarë të kushtojë $100 miliardë, citon CNN. Trump pritet të njoftojë opsionin e tij të preferuar dhe çmimin e tij në ditën e vijim, një vendim që do të përcaktojë një rrugë përpara për financimin, zhvillimin dhe zbatimin e sistemit të mbrojtjes nga raketat në hapësirë gjatë disa viteve të ardhshme. Cilado qoftë opsioni që zgjedh Trump, nuk do të jetë i lirë. $25 miliardë janë parashikuar në buxhetin e mbrojtjes të vitit të ardhshëm për sistemin, por zyra e buxhetit të Kongresit ka vlerësuar se SBA mund të duhet të shpenzojë më shumë se $500 miliardë gjatë 20 viteve për të zhvilluar një kupolë të ardhë të qëndrueshme. Projekti do të paraqesë gjithashtu një bonus për kontraktorët privat, pasi qeveria amerikane nuk do të jetë në gjendje ta ndërtojë atë vetme, ku kompani si SpaceX i Elon Musk është në garë për kontrata fitimprurëse. Departamenti i mbrojtjes ka zhvilluar një draft arkitekturës dhe një plan zbatimi për një sistem kupole ardhë që do të mbrojë amerikanët dhe dheun ton nga një gamë gjerë kërcënimesh globale me raketa, tha për CNN në një deklaratë zëdhënësi kryesori i Pentagonit dhe këshilltari i lartë Sean Parnell. Sekretari i mbrojtjes dhe udhëheqës të tjerë të departamentit janë angazhuar me presidentin për të paraqitur opsionet dhe mezi presin të japin lajmin në ditën e vijim, shtoi Parnell. Në fillim të mandatit të Pete Hegseth, Shtëpia e Bardhë përpiqet të kontaktonte ish shefin e stafit të tij, Joe Casper, për ta bindur shefin e Pentagonit të nënshkruante një memorandum që do të nxjiste procesin e hartimit të tij, por memorandumi mbeti i pafirmosur për 3 javë, citon CNN. Hegseth ka këmbgulur vazhdimisht se kupola e ardhë është në ndërtim sipër, por senatori Jack Reed, demokrati më i lartë në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit, riafirmoi të njëjtën e kaluar, se sistemi është ende kryesisht vetëm një koncept në këtë fazë.